Titull bombardues u bë kryelajm në portalin Beogradas, Blic, më 14 nëntor të vitit 2025. I njëjti që u shpërndaje nëpër mediat e Serbisë pretendonte se një grup shqiptarësh, për të cilët nuk jepej kur farfakti se kush nga ishin, qelluan ndaj pjesëtarëve të ushtrisë serbe, pranë bazës Debela që ndodhet në zonën e komunës së Bujanovcit të Luginës së Preshevës në Serbi. Vetëm thuaj se ata, pas këtij akti, ikën për në Kosovë, në Gjargjipa. Teksti nuk u shoqërua me ndonjë foto. Video, jo ose jo. Madje në të nuk u citua asnjë burim zyrtar. Narrativa për të shtëna më armë në Debela, ku pretendoi se ishte plagosur një qen ushtarak, zuri vend edhe në televizionin shtetëror RTS. Edhe këtu, pa ndonjë konfirmim zyrtar. Asnjë gazetari i këtij mediumi nuk u pa të raportoj live nga vendi pretenduar i ngjarjes, as nuk u dha ndonjë raport televiziv me deklarata të zyrtarëve shtetëror nga policia e ushtria, madje as nga komuna e Bujanovcit. Në fakt, kjo e fundit ende nuk ka marrë ndonjë informacion të konfirmuar se kjo ngjarje ndodhi me të vërtetë. Komuna e Bujanovcit nuk ka asnjë informatë zyrtare në lidhje me incidentin e përmendur. Ne nuk jemi kontaktuar nga Ministria e Mbrojtjes së Serbisë, ushtria e as nga ndonjë institucion tjetër përgjegjës për sigurim për këtë çështje. Madje, komuna jonë nuk ka marrë pjesë në asnjë hetim ose koordinim në lidhje me të, raportoi më 16 janar, në një, duke cituar në një përgjigje që është dhënë nga komuna në fjalë, pas pyetjes që i kishte adresuar kryetarit të Bujanovcit, Arbër Pajaziti. Lajmin nuk kishte shkuar ta konfirmoj as ndonjë gazetar i mediave tjera. Megjithatë, portali Bujanovacke kishte raportuar, siç shkruan në një, se ngjarja ku pretendohet se ndodhi sulmi ishte një ditë e lejuar për gjuhëti dhe se për shkak të kësaj ishin dëgjuar edhe të shtëna. Në kësi raste, gjithnjë sipas mediumit në fjalë, gjuetarët shihen shpesh me ushtar, në ato që u quajtën takime kryesisht miqësore. Anise me shumë dilema për vërtetësinë e tij, lajmi u komentua masivisht edhe nga politika, por edhe në rrjetet sociale. Ato që u thanë e u shkruan kishin të bëjnë kryesisht me nxitje, dhune e urrëtie me baza etnike në raport me shqiptarët dhe Kosovën. Për gazetarin nga Beogradi, Idro Seferi, praktika e shkrimeve dhe raportimeve si ky në rastin e Debela është bërë e zakonshme në mediat në Serbi. Në këto raste dhe sidomos kur kemi të bëjmë me incidente serioze, ndikohet shumë opinioni publik tashmë veç i tensionuar në Kosovë dhe Serbi, dhe hapësira është mjaft e madhe për shtrirjen e propagandës, por edhe të urrëties ndëretnike. Në këtë frym, mediat në Serbi, sipas Seferit, raportojnë edhe për armatimin e Kosovës. Lajmet për armatim shihen si kërcënim mjaft i rrezikshëm dhe të njëjtën kohë kundërpërgjigje me ndërtimin e kapaciteteve ushtarake në Serbi, por edhe në industrinë e posaçme të ushtrisë dhe armatimit. Ai thotë se ky rast, por edhe të tjerat, tregojnë se raportimet në Serbi, nga dhe për Kosovën, respektivisht shtetin e Kosovës, fokusohen kryesisht në narrativa politike dhe të sigurisë, dhe jo në raportim real e objektiv. Ku kemi të bëjmë me një numër mjaft të madh të mediave që për mision kanë propagandën, dhe ndoshta nëse i masim numrin e mediave që kanë këtë mision me mediat që vërtet i përmbahen profesionit, mund të jemi gati pothuajse të barabartë në numër, për shkak se gjithmonë investimi në propagandë është shumë më i madh se sa investimi në gazetari cilësore. Nëse në Serbi narrativa shpesh formsohet nga propaganda, në Kosovë rreziku jo rrallë vjen, edhe nga ngutia për të publikuar, pa kaluar lajmi ose informata, procesin e verifikimit të domosdoshëm profesional dhe etik. Rasti i Banjskës dhe zhvillimet rreth asaj që ndodhi këtu, ku vra një polici i Kosovës, tregoi se jo të gjitha mediat në vend raportuan profesionalisht. Një ditë pas ngjarjes, portali Prishtinas, Index Online, publikoi një fotografi të disa klerikëve para një stacioni policie në Prishtinë me titullin "Klerikët serb shihen në stacionin e policisë".
Ky shkrim lat kuptoi se manastiri i Banjskës mund të ishte përdorur për armë, por edhe si stre nga sulmuesit, të cilëve u prin Milan Radojčić, i kërkuar për këtë rast nga drejtësia kosovare, por i cili fshihet diku në Serbi. Lajmi u shpërnda shpejt, portalet tjera e morën, rrjetet sociale u ndezën dhe brenda pak orësh, ideja se manastiri fsheu armë u bë, por jo pak veta, verzioni besueshëm i ngjarjes. Por më vonë, gjithçka u sqarua nga deklaratat zyrtare. Policia e Kosovës, EULEX dhe vetë klerikët deklaruan se në manastir nuk ishte gjetur asnjë armë. Ndërkohë u bë e ditur se priftërinjët ortodoks të fotografuar në Prishtinë kishin ardhur këtu nga Deqani dhe atë ditë kishin shkuar në stacionin policor vetëm për dokumente, pa asnjë lidhje me sulmin në Banjsk, siç e lidhi rastin e tyre Index Online. Nga redaksia e këtij portali nuk dëshën të flasin për këtë gjë kur ju kërkuan një sqarim për rastin. Në qeveri thanë se komunikimi zyrtar në rastin e zhvillimeve në veri të vendit duke përfshirë Banjskën, por edhe sulmin në kanalin e Iber Lepencit e bën autoritetet profesionale. Ndërkohë nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës thonë se komunikimi zyrtar dhe pavonesa i autoriteteve në vend është i rëndësishëm për të evituar lajmet e pavërteta dhe për të minimizuar hapësirën e përhapjes së çfarëdo forme të dezinformimit. Ka shumë ankesa në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës nga gazetarët që institucionet janë shumë të mbylluna, jo transparente, nuk kthejnë përgjigje ose i kthejnë përgjigjet shumë vonë. Edhe kjo natyrisht që i detyron në një formë apo tjetër gazetarët që të gjejnë alternativa ose të publikojnë lajmet me ato informata që i kanë. Zëvendësi i qeverisë insiston se transparenca ekziston dhe se institucionet publikojnë rregullisht vendime dhe dokumente online dhe se në rast të krize komunikimi u lihet institucioneve profesionale për të shmangur keq informimin. Në situatat të cilat ju i përmendet, ka qenë e rëndësishme dhe vazhdon të jetë e rëndësishme që të ketë përfshirje të drejtë për drejtë të agjensive përkatëse para se të ketë përfshirje të qeverisë në komunikim. Në rastin e sulmit në Iber Lepenc, ne kemi pas një komunikim aktiv nga vetë ndërmarrja e Iber Lepencit. Në rastin e sulmeve që ka ndodhur në 4 komunat në veri të vendit, kemi pas policinë e Kosovës e cila ka qenë në ballë të komunikimit si agjensi shtetërore, si institucioni i sigurisë. Megjithatë, ai pranon se ka vonesa në qasjen në dokumente publike. Nuk ka mos lejem në qasje të informacionit. Nëse keni fjalën për kërkesat për qasjen në dokumente publike, ato trajtohen dhe aprovohen në fund. Ku mund të ketë përmirësim është shpejtësia në trajtimin e tyre. Por duhet ta keni parasysh që viteve të fundit ka një ndryshim në numër në skenën mediatike. Pra kemi një numër të madh të medjave të reja, ndërkohë që institucionet publike, sidomos zyrat për komunikime publike që përbën nga stafi civil, janë pak a shumë me kapacitete të njëjta. Se ka të lashe me transparencë dhe komunikim të institucionet publike e konfirmojnë edhe nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Sipas komisionerës Krenare Sogojeva, për shkak të mos respektimit të afateve ligjore dhe mungesës së reagimit nga disa institucione, agjencia ka shqiptuar atë gjoba. Vazhdojnë të prijnë institucionet komunale, dhe me thonë thjesht komunat, me numrin më të madh ankesave, ministrit, por edhe shumë institucione tjera të pambaruna. Agjencia normalisht brenda kuadrit vet ligjor, autorizimeve të veta ligjore, i ka trajtuar këto ankesa. Kemi raste, janë 17 raste kur janë shqiptuar edhe gjoba për mos dhënje të qasjes. Për te i mungesës e informatave apo vonesave në komunikim, ka raste kurve deklaratat e zyrtarëve publik krijojnë paqartësi. Gogja Mjegull pa të krijuar deklaratat e zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi për treguesit ekonomik. Në vitin 2020, gjatë pandemisë u deklarua rënje papunësisë, një pretendim që u sfidua nga ekspertët si interpretim statistikor në një kohë kur ekonomia ishte e mbyllur. Në vitin 2023 u fol për rritje të lartë ekonomike, por ekonomistët theksuan se kjo rritje nuk po reflektohej në jetën reale të qytetarëve. Ndërsa në vitin 2023-2024 ulja e papunësisë u paraqit si sukses institucional, por kritikët e lidhen atë më shumë me emigrimin masiv sesa me krijimin e vendeve të reja të punës. Jo, nuk mendoj që ky është rast i cili mundet më klasifiku që një zyrtar shtetëror ka kry veprën e dezinformimit, nëse më thonë. Ky shembull që po e përmendni ju, ky tash është temë, ky është
që mundi me zhvillu, është një diskutim që mundi me zhvillu, ku palët nuk pajtohen për interpretimin e të dhënave. Edhe rastet si këto, kur vetë zyrtarët publik japin informacione të pasakta ose të njanshme, përbëjnë përkeqësim të situatës në lidhje me transparencën ose mungesën e saj sipas ekspertit të medias, Dren Gërguri. Ky thotë se qytetarët nuk duhet të besojnë një deklaratë të vetme, por të kërkojnë burime dhe shpjegim më të plotë. Sipas tij, jo të gjithë konsumuesit e informacionit janë mediatikisht të edukuar për të kuptuar gjithçka që thuhet e shkruhet. Po ashtu, Gërguri thotë se edhe mungesa e njohurive për inteligjencën artificiale i bën qytetarët më të cënueshëm ndaj lajmeve të rreme. Paragjykimi i konfirmuar kur ka emocione brenda përmbajtjes që të shtyjnë ty, që të mos e analizosh me tej, por thjesht ta besosh, edhe kjo te ngarkesa mendore për shkak se ka bombardim të informacioneve në ditët e sotme dhe shumë herë qytetarët thjesht janë të lodhur që të analizojnë më shumë, dhe kur krejt këto bëhen bashkë, atëherë ndikojnë që ata të bien më lehtë prej një dezinformimi. Nga ana e dashakëqinjve, ky është terreni më i përshtatshëm kur ata duan të manipulojnë për çfarëdo lloj përmbajtje që mund të jetë. Dezinformimi, mungesa e transparencës dhe humbja e sensit kritik gjen terren sidomos në shtete ku ekziston një vakum informimi, sipas ekspertit të medias Xhelal Neziri. Në këtë shkëputje të raportit midis qytetarit dhe shtetit, shpesh ndodh që timonin ose drejtimin e proceseve të marrin shtete tjera që kanë qëllime keqdashtëse apo aktorë tjerë të cilët kanë agjendat e tyre. Ai shton se mungesa e transparencës sjell pasoja të mëdha e të rënda për besimin publik, sigurinë informative dhe demokracinë.